atje, dhe sot shqiptarët përballen jo thjesht me rënien e infrastrukturës, po me rënje të gjithë shtetit, pasi sot nuk merren dot shërbime bazike. Kushtetuta shqiptare thotë qartë, çdo kush ka të drejtë të marrë shërbime bazike kudo qoftë ai. Le të thot njëri sot, si një person nga Pogadeci vjen në Tiranë, apo një nga Korça vjen në Tiranë, apo një nga Dibra apo nga Bullqita vjen në Tiranë për të marrë një shërbim, se Tirana dim që është metropoli ku pjesa ndërmuese e shërbimeve, sidomos atyre jetike, jepen vetëm në Tiranë. Të ma shpjegoj një nga këta profesorë të mazhërancës se si e bën këtë gjë, dhe dakord, hajt pa e pranojmë. Sot shqiptarët janë të izoluar pas zonave përkatëse. Nuk po flasim për turizëm, nuk po flasim për lukse, për saltanete, jo, po flasim për jetesë bazike. Ai që është me hemodializë, që do të trajtohet 2 herë në javë, si do vinë në Tiranë? Kanë gjetë përgjigje, le të shkojnë Greqi thonë. Po pse më shqiptari taksat për Greqinë paguajnë? Paguajmë 100 miliona miliardë euro taksa vit për vit. 8 miliardë euro taksë paguajmë 2026 edhe. 7.5 miliardë euro paguajmë 2025. Për çfarë paguajmë? Që do vidhet dhe të abuzohen me kontrata klienteliste dhe korruptive? Shëmbulltyra më e qartë e një shteti i cili është i shkërmoqur, qeverisja që është shkërmoqur, është rruga e cila po shkërmoqet nga veriu në jug, nga lindja perëndim, dhe po shkërmoqet brenda janë fati kohor disa ditor, dhe çdo qytetar i cili ka qenë jo i bindur përpara, jo perpleks përpara, të hapi televizorin ose të marrë makinën dhe të shkojë të aksesojë to akse vet. Të shohë me sy të tyre se ku kanë shkuar miliardat e parave e lekëve tona, 100 miliona euro vit për vit, se si shkojnë në xhepat e grushtë njerëzve, duke abuzuar e përsëris me gjakun e shqiptarëve, pasi janë para gjaku. Taksat e shqiptarëve janë para pune, janë para djerse. Dhe këto po vitet dita ditës në mënyrë tërësisht kriminale. Të rriti përballë cilit skandal jemi sot, sepse nga ajo që ne shohim në ekran, na ndihmoi regjia, ne po flasim për dëm ekonomik, por nëse sheh këtë pamje, fatmirësisht nuk ka viktima, por ne sot do të ishim duke folur, mund të ishim duke folur edhe për qytetarët cilët makinat kishin rënë humner, disa tjerë siç ndodhin në tunelin e Murrizit mund të kishe zënë poshtë, pra fatmirësisht nuk ka viktima, por nuk është vetëm pasojë ekonomike. Kjo mund të ishte edhe pasojë. Po, problemi ynë, edhe si shoqëri shpeshherë vlerësojmë vetëm atë gjë që shohim. Në po se pam vdekje me sy një person larg qoftë, individ që vdes, nuk e konsiderojmë që vdekja ekziston. Ai që nuk merr shërbimin shëndetësor jetik sot është i ke shkurtuar ditë e jetës. Shko thuaj një personi po të shkurtoj 5 ditë, 10 ditë apo 1 muaj jetë. Çfarë mendon? Është i gatshëm ta pranojë këtë gjë? Marrja, mungesa e shërbimeve është shkurtim jetese. Varfëria është shkurtim jetese. Të qenurit më pak i arsimuar të bën ty të jetosh më pak mirëqen në të ardhmen, se nuk ke para në vendi punës, do të paguaj pak shumë radh, është shkurtim jetese. Se vendet e botës, Italia, Franca, i kanë jetëgjatësi më të madhe se Shqipëria. Sepse ka niveli mirëqenie dhe trajtimi ndaj shërbimeve bazike detyrueshme me kushtetut 100 herë më të mirë se ne. Ne këtu diskutojmë ilaçet onkologjike. Ne do diskutojmë të shkuarit deri në spital. Tashmë Shqipëria është e ndarë copa, ka zona Shqipëri përsis dhe herë që nuk shkojnë dot të marrin shërbimin shëndetësor. Ti mund ta bllokosh 1 javë, 2 javë dhe 1 muaj shërbimin arsimor. Po shërbimi shëndetësor çfarë do bësh një cimur i cili ka nevojë të marrë sot trajtimin e tij në spitalet e qendrat universitare, qoftë ajo traumës, qoftë që sotoj apo kështu me radhë, apo sanatorium, çfarë do bësh? Vdekja nuk duhet konsideruar thjesht ajo që shohim në mesy, për fatmirësisht nuk kemi vdekje humane. Kjo është diçka e cila është dhuratë e Zotit, se rastësia mund ndodhi thjesht atje. Por ama fakti që nuk kemi shërbimet bazike, sigurisht që shkurton jetë. Po ndosë nuk është vizive, njerëzit duhet të reagojnë. Çdo gjë na them gjithmonë, çdo gjë dhe bëj thirrje shqiptarëve, ktheheni në petkun dhe vishuni xhaketën e nevojtarit. Ta ti që ka nevojë, për marrë të shërbimit momental. Ne nervozohemi se presim 10 minuta në trafik, çerekore në trafik. Ne nervozohemi sepse i vonohemi çerekore 20 minuta në një zyrë për të marrë shërbim. Po ku shërbimi nuk jepet fare? Si është rasti konkret?